Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Agjërimi i Ramazanit dhe sjellja e keqe me prindërit. Normalisht që sjellja e keqe me prindërit është nga gjunahet e mëdha, ashtu siç sjellja e mirë me ta është nga adhurimet më të mëdha, dhe kjo gjë është detyrë për fëmijët ndaj prindërve të tyre, detyrë të cilën Allahu i lartësuar e renditi pas urdhrit për adhurimin tauhidin e tij. Por një gjë që vihet re në këtë muaj nga disa predikues është se duke dashur t'i japin rëndësi, forcë apo t'i tërheqin vërejtjen sa më shumë agjëruesve nga sjellja e keqe me prindërit, bëjnë artikulime të gabuara. Pra bëjnë artikulime të gabuara në çmë mënyrë, thonë se mos e fillo agjërimin, mos e bëj agjërimin, apo nuk të vlen fare agjërimi, as haxhi, as namazi nëse sillesh keq me prindërit. Kjo lloj shprehje është e gabuar. Qëllimi i tyre mund të jetë i mirë, mund të jetë i saktë, por mënyra se si artikulojnë, se si e trajtojnë, se si e shprehin çështjen është e gabuar. Është e gabuar. Kjo për faktin se sjellja e keqe me prindërit nuk është vepër që t'i fshin veprat e mira, që ta fshin agjërimin. Agjërimi tek Allahu i lartësuar mbet, quhet i realizuar nëse muslimani e realizon me korrektësi, edhe pse mund të ketë sjellje jo të mirë me prindërit e tij. Por normalisht partëson nga shpërblimi, ashtu siç veprat e tjera të këqija partësojnë nga shpërblimi. Por jo që të arri deri në atë masë sa nuk duhet të agjërosh, apo mos e fillo kot agjërimin nëse sillesh keq me prindërit. Artikulime të tilla janë të gabuara, ndoshta vijnë nga mos kuptimi i drejtë i çështjeve fetare, por janë edhe një lloj ekstremizmi. Janë një lloj ekstremizmi për faktin se i jepet një gjunahu për masa më të mëdha nga ç'është në realitet, sikur ai të jetë prej llojeve të kufrit, që të pengojnë ty nga pranimi i veprave të mira. Jo, por këshilla e dur është se për njerëzit, agjëruesit, që kanë sjellje jo korrekte me prindërit, që të këshillohen, tu tregohet atyre rëndësia për sjelljen e mirë me prindërit nëpërmjet ajeteve kuranore, nëpërmjet haditheve profetike, dhe kjo mjafton. Nuk ka pse të kalohet, të shkohet në interpretime, artikulime, shprehi të tilla që dashje pa dashje kanë frenuar dhe kanë penguar disa persona nga agjërimi. Prandaj, ai i cili flet për fenë e Allahut Azza wa Jall duhet të flasë me dituri për atë që tregon, për atë që shpreh, për atë që artikulon, dhe jo të flasë me emocion, dhe jo të flasë me eufori, por për çdo shprehi, për çdo fjali që përfshin çështjet fetare, që trajton me to çështjet fetare, duhet të jetë i bazuar në argument. Pra, le të agjëroj ai dhe duhet dhe ka obligim të agjëroj edhe ai që sillet keq me prindërit. Kjo nuk është një lloj tolerimi për të, por është ndarje e detyrimeve. Agjërimin e ka detyrë ndaj Allahut të lartësuar. Është shtyllë nga shtyllat e Islamit. Por dhe sjellja e mirë me prindërit është detyrë e madhe, jo si e para, por prap mbetet detyrë e madhe, e rëndësishme, që nëse realizohet ka shpërblime të mëdha nga besimtari. Kjo, sallallahu alaihi wasallam.